realizuar shumë bukur e gjitha. Nga vizual, janë korçar që talentuar, që punojnë shumë bukur, kanë syrin artistik të filmit dhe kjo është një bashkëpunim që unë i falenderoj me shpirt, sepse... Një punë shumë e mirë, bravo dhe çunave. Interesant dhe njerë fakti që kur e dëgjon edhe çuditesh që fakti ka shkruar një grua. Po, Angela Peristeli. Angela, pra po shumë interesante, do a pyesim Angelën kur të vi këtu se nuk është e zakontë, se në përgjithësi një grua do të shkruante për përjetimet e veta. Pa diskutim. Po shumë e bukur dhe ky këndvështrim i saj. Dhe kjo është risi, mendoj unë në shkrimin, sepse të mendosh që në çdo kohë burrat janë dashuruar marrëzisht në kohën e sultanëve, me gruan dhe gjithmonë herë sultanët janë vonë. E kam fjalën që në kohën e sultanëve që kemi parë filmat ne tani, që dashuria e mashkullit ka qenë shumë e fortë. Dhe akoma më bukur që në kohën e sotme ku njeriu është shumë i lirë në dashuri dhe nuk ishte bërë një përshkrim i tillë për ndjenjen mashkullore. Kështu që unë jam shumë i lumtur që kam sjellë një këngë. Pra Aureli është duke bërtitur me të madhe që edhe burrat dashurojnë. Edhe burrat vuajnë. Edhe burrat vuajnë, edhe burrat vriten për dashuri. Edhe burrat do të ngrihen dot më pastaj, prandaj dhe mos dorëzoni. Gjeni forcën të vetja. Sepse dëgjoj. Ja filloni prapë e para, tash e bukur në gjitha format. Ta kthejmë në humor të falenderoj që konsoliduam, sepse gjithmonë gratë konsolidohen shpejt. Solidarizohemi. Mirë, Aurel Thëllimi me këtë këngë pa diskutim ka arritur një tjetër moment shumë të rëndësishëm në karrierën tënde, sepse është një këngë shumë e bukur, edhe që nga ato këngë që do të jetojë gjatë, do të mësohet nga të gjithë. E sigurt sepse është një këngë vërtet shumë e bukur. Ndërkohë kam një pyetësor referuar titullit të kësaj kënge, kështu që do doja të kishim edhe përgjigjet e tua në mënyrë që të krijojmë pak atmosferë të lezetshme. Cila është gruaja të cilës ti do t'i thoshe më fal sot këtu live? Grua sime do t'i thosha më fal që ka munguar shumë momente të bukura në familje për arsye të karrierës sime. Më fal. Më fal. Cila është gruaja që të ka dhënë forcë kur ke pasur më shumë nevojë? Nëna është forca më e madhe për mashkullin, mendoj unë, dhe në qenien time mamaja është forca ime shpirtërore. Cila është gruaja që të frymëzon çdo ditë për të krijuar muzikë? Për të qenë krijuese dhe gjithmonë në formë. Nuk ka një grua të caktuar, sepse unë futem në shumë personazhe në opera dhe unë shikoj shumë gra në brenda shpirtit tim, po gruaja që unë mund të frymëzoj është ajo që në momentet e caktuara frymëzon shpirtin tim. Cila është gruaja që gatuan më mirë se askush tjetër pjatën tënde të preferuar? Nëna, mamaja. Cila është gruaja që të bën të qeshësh kur je i trishtuar? Kam shumë shoqe, më bëjnë shoqet, me thënë të vërtetën. Kam shumë shoqe. E di era Angela, Blerina Braka është shoqja që më bën vetëm të qesh. Me Blerinën, po e di se ka ndodhur dhe këtu, të dy bashkë. Edhe Blerina me ato të qeshur në vetë. Që s'krahasohet me asnjë ajo Blerinë. Mirë, na kujtove atë episodin që kemi qeshur shumë. Edhe Ermira Kola, sepse i ngelet shefi pastaj. Edhe ajo, sepse çdo ditë më merr, ajo çdo ditë më merr me batuta dhe është një korçare e denjë për të falsuar humorin në estradën shqiptare. Më kujtuar tani pikërisht historia që tregoni ti bashkë me Lerinën për Ermirën? Jo, për Monzën. Ka plot gra për në jetën time. Okej, dhe më vjen mirë që je rrethuar nga gra që të frymëzojnë edhe të mbështesin, edhe të plotësojnë jetën në forma të ndryshme. Cila është gruaja që të kupton pa folur një fjalë? Gruaja, bashkëshortja ime. Bashkëshortja. Më kupton pa thënë, ka momente që flasim të dy të njëjtin fjalisë atë po ti lexon të brendshme time. Cila është gruaja që të ka mësuar diçka që ti s'do ta harrosh kurrë? Diçka që ta mbash mend për gjithmonë. Motra është gruaja që më ka mësuar të bëhemi fort në jetë. Sepse në momentet të... Ajo është më e madhe se ti apo më e madhe? Po, është më e madhe, sot. Motra ime ka qenë, që në fëmirin time, ka qenë një ogur referimi shumë i fort. Ka qenë një vajzë shumë e fort, një vajzë që në ditë vështira nuk qante, dhe unë kam qenë atyr plogësht, emotive, dhe tek ajo inspirohesha për të marrë atë forcën që njeriu duhet ketë në jetë. Bukur. Cila është gruaja që kur mendon për të vjen buzëqeshja pa e kuptuar? Është shoqja ime ngushtë e fëmirisë, është Eva,
jemi rritur që 5 vjeç bashkë, unë kam qenë 2 vjeç, ajo ka qenë 5 vjeçe, sot jemi në një moshë të caktuar dhe ajo është gjithçka për mua. Ajo është gjithçka. Të bëhet të buzëqeshësh, ë? Cila është gruaja që ke më shumë mikesh? Angela Peristeri. Mikja jote më e bukur Angela Peristeri. A ka një grua në jetën tënde që të ka tradhtuar në shumë kuptime, jo vetëm në ato kuptimin e drejtë? Dëgjoj, duke qenë gjenie e kundërt, nuk ka tradhtuar asnjë grua, shoqet i kam tëra besnike, kam patur fatin sepse ne themi zgjedhin, po jo rastësia na bekon me njerëz të mirë, të gjitha gratë kam patur fatin që të këndoj dhe në skende, në Music Life me artiste që janë artiste në shpirt, artiste në emër, artiste në shumë dimensione, kështu që nuk jam tradhtuar. Cila është gruaja që të ka bërë njeriu më të lumtur në botë? Mendoj që nëna është gruaja që më ka bërë më të lumturi në botë, sepse dhe në ditët e fundit jetës së saj, ajo në vështirësinë e saj mendore, më jepte vetëm dashuri dhe në atë pavetdijen e saj mundohej të më kuptonte dhe ta kuptoja. Nëna është diçka. Dhe cila është gruaja, të cilës si do t'i thojë sot publikisht të dua? Po, Elda të dua. Sepse u bën vite. U bën aq vite sa sa djali jo 19 vjeç tashmë, po, nuk na le të shprehim më dashuri për njëri tjetrin, po na ka futur në atë kontraditën që po të ngjan ty, e mësove ti, e mësove. Elda të dua sepse ai është vërtet një fëmijë shumë i mirë falteje. Fal Eldës, po dhe Elda do të thotë diçka nga ekrani. Ndiqe. Një përshëndetje speciale për dy njerëz që unë i dua dhe i vlerësoj shumë, për ju Rudina Raspar dhe për njeriu e zemrës për Aurelien. Uroj të jeni mirë. Materiali i Aurelit ka pëlqyer që në fillim fare dhe ai i di shijet e mia. Unë jam pro këtyre materialeve shumë bukura, profesionale, aq më tepër të sjella aq bukur nga Aureli. Por këtë radhë dua t'ju uroj jo vetëm Aurelit, por edhe Angelës, për këtë perlë që ata të dy bashkëpunim me njëri tjetrin na e kanë serviruar kaq bukur. Ju uroj suksese, të përqafoj ty Rudina, përqafoj dhe të gjithë audiencën aty. Faleminderit Elda, bashkëshortja. Prandaj rinte në balkon. Aurelit. Kishte gjithkohën që rinte në balkon dhe s'po e kuptoja tash, po kjo pse rin në balkon? Dhe Ka dashur një sfond të bukur, si të vetë bukuroshe dhe një sfond me lule, edhe ishte fakt shumë i bukur kuadri që kishte zgjedhur. Faleminderit. Edhe duke që kishte sy artistik, normal jeton te një artist. Është kritikja ime më e mirë dhe ka një kimi shumë të mirë me shoqet e mia, sepse është një vlerë e shtuarët, të kuptoj gruaja shoqërinë, dhe shoqet e mia e respektojnë shumë dhe gjithmonë ka dashur që unë të sjell në muzikën shqiptare këngë që të kenë pesh në fjalë, pesh në melosin ose në mënyrën se janë shkruar. Por unë me thënë të vërtetë në shpirtin tim më pëlqen shumë muzika shqiptare, si popullore, si të thash, të gjitha zhanret dhe unë kam qejf të këndoj dhe i këndoj, por në këtë rast vërtet dhe Elda ka insistuar që kjo këngë të dali sa më shpejt në tregun shqiptar. Bukur, bra, dhe të kam bështetur, sepse është një këngë shumë e bukur, kështu që e përshëndesim edhe një Eldën, edhe unë të përshëndes edhe ty, falenderoj shumë që ishe këtu, por përpara se të largosh pas këtij projekti, çfarë vjen tjetër? Kam 3 projekte të tjera në bashkëpunim me Erken Sykën, me Kledi Bajitin dhe një këngë të shpirtërore prap timen. Mendoj që do t'i sjellim avash sepse duan kohën e vet për të përgatitur dhe për të ardhur në tregun shqiptar. Po në Teatrin e Operës dhe Baletit? Në Teatrin e Operës dhe Baletit kemi tani në datën 17 një shfaqje korale përkushtohet jetës së Rosinit, vjen në datën 17 dhjetor pastaj Trovatore, ka shumë evente të ndryshme, teatri me drejtorin e ri ka një revolucion artistik do të thoja, sepse dhe gjendja shpirtërore në teatr ka ardhur në mënyrë artistike dhe ne shkojmë në punë dhe përgatitemi me një forcë shumë të këndshme në marrëdhënie me punën. Është shumë bukur kur ka një atmosferë të tillë, pa diskutim, kështu që